Duke qenë një student i dhjetorit, unë të gjithë shokët e mi ishin djathtas. Domethënë, veçori bënim vetëm unë dhe Ilir Meta që kandidonte në sklepar. Besoj që në këtë kuptim ne ishim në thonjza tradhtarët, të cilët në thelb që i qëndruan besnik vetes dhe familjeve tyre. Unë kur shkova dhe votova për herë të parë në 91-shin, pa diskutim të votoja për Partinë Demokratike. I mat më thriti, ai nuk më shlutur asnjëherë në jetë, më ka lënë të vendos gjithmonë për veten time dhe më treq në dhomën time që ishte një dhomë pak më e vogël dhe më thot kam një lutje për ty. Mua më priste e fejuara ime jashtë dhe i them çfarë ka ndodhur. Thot të lutem, unë e di që do shkosh të votosh tani. Të lutem, voto për partinë time. Dhe do votosh, do vish të më takosh, do më shofësh në sy, dhe do më thuash asnjë fjalë se unë do e kuptoj vetë si ke votuar. Dhe unë kam votuar për Ermelinda Meksin. Më lehtësoi fakti që ajo ishte grua, përfaqësonte në atë kohë Partinë e Punës, por ky ishte momenti i parë kur unë ndjeva se midis të qenit besnik i historisë sime familjare dhe Timeti sidomos, duhet ta bëja këtë hap. Kështu që kur shkova për të krijuar Forumin e Rinisë Eurosocialiste me veti 6, besoj që e kisha kapërcyer me veten time atë moment. Dhe pastaj ndodhi kandidimi në zgjedhjet e 92-shit. Ndjesia e parë ishte një çudi e madhe që unë do kandidoja. Sepse mendoja që nuk i plotësoja kushtet, nuk kisha marrë akoma diplomën, isha student. Pastaj kuptova se një pjesë e madhe e kandidatëve që Partia Socialiste në atë kohë që sapo kishte ndryshuar emrin, pra në një mënyrë apo tjetër notonte midis dy historive të veta të vjetrës dhe të res, një pjesë kandidatesh dhe për shkak të presionit të atij momenti nuk pranonin të kandidonin. Bile ka pasur dhe tregjen në natën e fundit para se të regjistruohesh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Unë kandidoja përballë nën kryetarit të Partisë Demokratike në zonën e Xhamllekut. Dhe nga pikpamja vështirësisë konsideroj zona e parafundit. Pra në 91-shin, zgjedhjet e një viti më parë, ajo kishte dalë zona e parafundit. Dhe kisha një koordinatore me emrin Ana, që qëndronte në godinë e PS-s, dhe dy veta që më shoqëronin në çdo takim që bëja. Një prej tyre ishte një doktor nga Tropoja, Leka, tjetrit ja ka marruar emrin dhe ne bënim takime përgjithsisht me organizata ku mosha mesatare ishte mbi atë të pensionit. Dhe më mirë kupto kur them që unë aty isha më i riu dhe ata që kisha sjell dy me vete ishin të vetmit e moshës mesatare. Ishte një situatë shumë e vështirë, kishte raste që unë i bëja pyetje vetes, pyetje nga më të çuditshmet, që s'kam guximin sot tek se dite t'ja ripërsëris vetes, por ishte një fushat shumë e vështirë dhe njëkohësisht e jashtëzakonshme për nga veçantia. Në një kohë që unë bëja fushatën, çdo ditë unë bëhesha më shumë kandidat dhe çdo ditë bëhesha njëkohësisht dhe më shumë socialist. Nëse mund të shprehem në këtë mënyrë. Si rregull, kandidati duhet të jetë i gatshëm, i vetë bërë, si më thon. Kurse unë atë kohë isha thjesht një student në vitin e fundit që mendoja njëkohësisht për të mbaruar diplomën dhe bëja fushatën elektorale për Partinë Socialiste. Mbaj mend se si kam bërë votën time të parë. Domethënë se si binda për herë të parë dikë. Ai ishte ish partizan dhe mund të ishte një shtëpi ku ato tek pallatet mbi kineman Partizani
Dhe më thanë këta të organizatës, kemi filanin, po ai po lëkundet sepse djali i tij është djathtas etj. Dhe ne ulëm të dy bashk pak veçmas, nuk e di na lan vet apo qëlloi, dhe mendoni tani unë isha një djalë 24 vjeç, ai ishte një burr në moshë, shumë i moshuar, dhe po më thoshte kandidat shumë zyrtarisht, njëkohësisht shumë misisht. Ndihem shumë në udhkryq, sepse djali, vajza, të gjithë më thonë të votoj për Partinë Demokratike. Dhe unë në një moment kisha filxhanin e çajit çfarë na kishte nxjerrë zonja shtëpisë, i thash, nëse nuk të bind unë të votosh për historinë tënde personale, shumë të vështira kam dhe unë të shkoj te kutia e votimit. Dhe duke qenë një ish student i dhjetorit, të votoj kundër shokëve të mi. Po unë po e bëj këtë për të mbrojtur shokët e tu. Ai u prek. Dhe që në atë moment biseda jo ndryshoi, më shoqëroi deri poshtë dhe shtrëngimin e dorës nuk kam për të harruar. Besoj që ka qenë vota ime e parë që unë kam fituar. Kurse zgjedhjet të vështira i kam pasur por të bukura, kanë qenë kandidimi im në zonë mazhoritare, në zonën e Goroparit, në fshat shumë thellë. Imagjinoni, unë jam rritur mbrapa shkollës baletit, dhe kam lindur tek dykaçet e stadiumit Dinamo, dhe pastaj i mat është transferuar në Kuçov për disa vjet, pastaj kemi ardhur dhe jemi vendosur pas klasës 5 në pallatin ku ende jeton IMM, siç e thash, mbrapa shkollës baletit. Dhe nga aty kam shkuar në Goropar, në Maliq, Goropar, Pirg, Drithas. Këto ishin 4 njësitë administrative apo komunat. Maliqi ishte bashkina atko, dhe është akoma. Dhe unë do të shkoja në majat më të larta të Goroparit. Dhe atje në fillim, të jemi sinqert, kam thënë vetes, po unë dua këtu. Edhe ishte viti 96. Dhe pastaj aq u lidha me atë zonë, sa nuk kam fjalë ta shpreh. Unë edhe sot që flasim, urimin e parë të vitit të ri e kam nga zona e Goroparit, dhe shumë miqtë e mi që janë nga ajo zonë, që jetojnë në Tiranë, edhe pa i thënë unë janë duke bërë fushat për mua. Jam shumë i lidhur, aq sa shumë mendojnë se unë jam nga Korça, por në fakt unë nënën time e kam kolonjare, kurse baban e kam Gjirokastrit. Kemi një shtëpi në Lagje Varosh. Ta quajmë edhe ankthin, edhe faktin që unë jam duke bërë një detyrën time si më i vjetri deputet i Partisë Socialiste, duke mos lënë asnjë njeri të thotë po ky në zonën më të mirë apo në listën e sigurt. Besoj që kjo do të ishte një lloj vetë ironie për mënyrën se si unë jam mësuar ta ndërtoj jetën time në të përditshme dhe në politikë. Tek e fundit jam duke bërë detyrë kaq si një grup i njerëzish, të cilët më besuan edhe në ditë mira, por sidomos në ditë të vështira, dhe përgjithsisht karriera ime është e lidhur me ditë të vështira. Unë nuk jam një njeri që emërohem diku. Besoj në këtë pikë duhet ndajmë të përbashtën. Unë nuk shkoj sepse më thonë do shkosh, dhe unë ul kokën dhe shkoj diku për të bërë diçka. S'par jam i bindur unë që duhet isha këtu ku jam. Është e vërtet. Kavaj dhe Rruguzhin ku unë jam është zona më e vështirë, dhe nëse nuk do të kem, po them, edhe përkrahjen e votuesve socialist në të gjithë qarkun e Tiranës, do të jetë e vështirë për t'ja dalë, sepse keni parasysh që do të bazuar në rezultatet e kufive të 2021-shit, mund të janë rreth 4 burra dhe 2 gra minimumi që ne mund të hynë në parlament nga lista e hapur. Pra është një betejë goxha e vështirë. Por gjithsesi ka shumë rëndësi edhe faktin jo vetëm se si i fiton gjërat në këtë jetë, po dhe se si humb, dhe njeriu duhet të jetë i gatshëm për të dyja.
Disa më kam pëlqyer, por nuk dua të bëj identifikim sepse nga ndonjëherë më intrigon e panjohura. Por për shkak të eksperiencës e di shumë mirë që e panjohura dhe e reja shpesh janë dy shina të ndryshme. Dhe kjo është vlerësimi që shpesh ti shikon një politikan që flet bukur, paraqitet mirë, dita menaxhoi situatën, dhe besoj që bërja e fushatës, pra periudha 40 ditore, është një periudhë e menaxhueshme edhe nga asistent të tjerë. Dhe ti në një mënyrë bën fushatën, por nën këtë fushatë ti ke edhe një manikyr të ndin, të cilin ta kanë ofruar ata që të ndihmojnë duke të ndihmuar për fushatën, dhe në fakt ti nuk je deri diku i vërtet në atë që dukesh në 40 ditë të fushatës. E vërtet fillon pasi ti hyn në sallën e parlamentit. 6 muajt e parë janë sidomos akomodimi, njohja e personazheve, relaksimi me situatën e sallës. Në kavaj nuk të nxjerr telashe kandidati. Mendoj që sistemi ka gjetur deri diku atë eksperiencën politike të mparshme, ta quajmë të papërgatitur. Ne i mësuar me përplasje frontale, ose më saktë parlamenti e ka mësuar politikën shqiptare me përplasje frontale të dy palëve. Mirë, po nga ndryshimi i sistemit, duke mos qenë ai mazhoritar, në thelb përplasja ka kaluar në nivel të dytë, pra përplasja e palëve kryesore, të majtës dhe të sdjathës, sepse dhe konkurenca midis brenda secilës palë, ose ta quajmë konkurenca brenda llojit, është e natyrës të tillë që e ka ulur shumë tensionin politik të Shqipërisë ashtu siç jemi mësuar ne, dhe nga ndonjëherë të duket sikur nuk ka zgjedhje fare veç nga fakti që shikon ato tabelat apo postrat e mëdha të kandidatëve në rrugët e qytetit. E vërteta është që në kavaj vështirësia më e madhe, sipas meje, për të majtën, është tradicioni. Kavajësit janë njerëz shumë tradicionalist, ata nuk kanë dëshirë të lexohen, në sensin që të vinë dhe tonë, unë mendoj se do të votoj për ty ose për atë tjetrin, dhe mendoj që mos leximi është një gjë e trashëguar edhe nga periudha e komunizmit, pasi ata kanë besuar për shembull në Zot në mënyrën e tyre, duke mos u lexuar, kanë qenë kundër regjimit duke mos u lexuar nga regjimi dhe pra janë sofistikuar në mënyrën e tyre, të cilën duhet ta kuptosh kështu siç është, duke qenë ndërkaq edhe nën presionin e Tiranës në një krah dhe të Durrësit, të cilin e duan dhe nuk e duan në të njëjtin kohë. Dhe mendoj se ky moment për mua shumë i veçantë, un kam prej një viti e gjys që jetoj në Qeret, është një fshat mbi bazën e familjeve të vjetra kosovare të ardhura nga dëbimi nga Kosova, dhe miqësia me ta më ka mësuar mjaft nga këto detaje të cilat sapo ja u thash. Por mendoj se kavaja lexohet vetëm te kutia e votimit. Është e kot ta lexosh kavajën se sa njerëz mbledh, në mitingun tënd mund të vinë dhe njerëz që nuk votojnë për ty. Edhe tek PS-ja, edhe tek PD-ja. Në kavaj nuk është për shembull si në Veri, në Kukës për shembull, apo në Lezhë, apo në Shkodër, ku është një fis i cili dihet që është i majt apo dihet që është i djathtë. Në kavaj një fis mund të fillojë majtas dhe përfundon djathtas, krushit janë të natyrave të ndryshme, dhe kjo e bën qytetin shumë interesant me një balancë të brendshme, të cilën politika ja lexon dhe ose nuk ja kupton nga ndonjëherë. Është djali i Dexhait të ish kryetarit të bashkisë që ka qenë i Partisë Socialiste, por të tjerët janë duke punuar. Ka njerëz të cilët në këtë fushat, por nuk besoj se jam duke thënë diçka të re, do të harxojnë goxha financa. Ne nuk kemi pse fshihemi pas gishtit. Ajo që më çudit është fakti që ne jemi të sfiduar nga një kategori e djemve të varfër me lek, të cilët nga ndonjëherë harxojnë shifra të frikshme në
mbledhjen e votave duke deformuar sistemin. Por ky është realiteti dhe ne këtë duhet ta kuptojmë kështu siç është. Nëse nuk e pohojmë, atëherë nuk kemi asnjë mundësi ta ndryshojmë. Për disa arsye, mendoj se duke qenë një deputet, duhet ta themi këtë fjalën, i vjetër, me përvojë, nuk kam problem me artikulimin e para, e dyta, njerëzit më njohin mjaftueshëm. Dhe në fund, ajo që duhet vendosin ata rreth emrit tim te fleta votimit është nëse do të duan të më kenë akoma në sallën e parlamentit apo jo. Ajo që përpiqem ta artikuloj është fakti që unë ndjej problemet e shoqërisë ku jetoj, ndjej problemin e rinisë, ndjej xhepin, diferencën kulturore midis brezave, cili në disa raste është i frikshëm. Ai është edhe teknologjik dhe djem dhe vajzat e reja janë të rrethuar nga një vetmi e cila vjen edhe nga teknologjia. Ne shpesh flasim për kërkesën për të pasur një brez të ri në politik, por kërkesa për të pasur një brez të ri politik është e lidhur me një arsyetim shumë thjesht. Shoqëria jon duhet të ketë opinion publik. Krijimi i opinionit publik në shoqërinë tonë është ndoshta defekti bazë që ne jemi duke diskutuar akoma, pasi ajo është në shumicën e rasteve e manipuluar nga efekti mediatik. Dikur. Tani është i deformuar nga koncepti i rrjeteve sociale, i një lirie pa limit, por që ne jemi detyruar t'i përshtatemi. Është një lloj xhungle ku sigurisht politikani po fillon edhe po orientohet nga një lloj influenceri. Për shembull, ju shikoni që edhe Edi Rama, i cili ka një ndjeshmëri, të paktën në këtë pikë për sa i përket marrëdhënieve me publikun, në fillim unë e kuptova dhe nuk e kuptova faktin që ai krijoi një podcast, por mendoj që ky ka qenë ndër veprimet e tij më të drejta për sa i përket verifikimit apo vlerësimit. Politika dhe influenca kanë ndryshuar drejtim dhe ato ashtu si gazetat dikur me letër, të cilat sot pothuajse nuk ekzistojnë më, ashtu si televizionet dikur, ashtu si rrjetet sociale sot, podcastet, si ky sot me që po bëjmë ne, ndoshta janë e ardhmja e faktit ku politikanët në mënyrë të thjesht njerëzore duhet shprehin opinionit e tyre dhe faktin e thjesht, kush janë dhe çfarë duan të bëjnë, së me veten e tyre dhe pastaj me njerëzit që ata i votojnë. Mendoj se krijimi i partive të reja politike sigurisht ka të bëjë edhe me një riformulim që shoqëria bën vetes periodikisht. Por ne duhet pohojmë dhe një gjë që ka një dështim të pjedhshëm të partive politike në Shqipëri për të qenë të gatshëm të ndryshojnë. Dhe mosgatishmëria për të ndryshuar e partive të vjetra ka bërë edhe nxitjen e krijimit të rrymave të tjera politike që janë quajtur parti. Për shembull, po t'i vini re një pjesë e drejtuesve të partive të reja vinë me background të djathtë dhe elektorati i Partisë Socialiste në këto momente mund të rrezikohet vetëm nga faktori PSD, po jo nga faktorët e tjerë. Kjo vjen kryesisht për shkak të dështimit të brendshëm që ndodhi me Partinë Demokratike në përplasjen midis Berishës dhe Lulzim Bashës dhe mendoj se teknikisht e djathta humbi një brez politik. Dhe kjo është thuajse një dramë, pa teprime apo metafora. Nëse u mbas, mentori im, një britanik që sot nuk jeton më, gjithmonë më këshillonte se politikani duhet jeti gatshëm çdo moment, çdo ditë, çdo orë të dalë nga politika. Dhe nëse dal, e rëndësishme është, shpresoj, të jem dikush që njerëzit mos e tregojnë me gisht, po thjesht ta përshëndesin. Unë dua të kujtohem si njeri që ka bërë detyrën. Kaq.